Pas 2 vite shpritje, në Fisht u përorua qendra memoriale kushtuar figurës së rilindasit atë Gjergj Fishta. Qendra, e ngritur mbi rënojat e kullës ku lindi poeti i njohur, është pjesë e itinerarit fishtian, një projekt që synon promovimin e trashëgimisë së tij. Megjithatë, investimi duket se nuk ka gjetur miratimin e të gjithëve. Studiuesi dhe prifti katolik Dominic Ukgjini e sheh projektin si një transformim që nuk i përket identitetit historik të zonës. Ai ngre shqetësimin për shkatërimin e rënojave dhe mungesën e respektit ndaj të kaluarës. Aty kanë qenë themelet e shtëpisë së lindjes së atë Gjergj Fishtës dhe ka qenë një kyç ma poshtë si shaj për kujtimi pra të një trulli i cili ka peshë, ka vlerë për shkak të Nikolosi të letrave shqipe, të vendosur nga një misionar italian. Unë mendoj se këto duhet të shkohet dhe të kërkohet përgjegjësi, se kush e rënoi atë natyrë të bukur, kush i hedhi ato gur themelit, ato gur pragje të asaj shtëpia. Sadopak që të kanë qenë aty, ato dash të ruhen, të kultivohen, të ka forme të ndryshme, edhe të bahen tip në muze me ato gur të themeleve të asaj shtëpie, asaj kullës, sepse ka qenë kullë dykaçe dhe ekziston fotografitë dhe ka mundur që të krijohet një ide dhe të rikthehet kulla e asaj periudhe, por është këta Ministria e Kulturës me një përpasken tjetër që ndukush rrin aty, ndoshta edhe ata po themi ata tafemit e atë Gjergj Fishtës që aty ka nga tresa trulli edhe edhe. Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës përuruese të qendrës e mbrojti projektin duke e cilësuar si pjesë të një itinerari më të gjerë. Po duhet me thonë që nuk është thjesht kjo godina, është 3 kilometra. Janë shtijet deri tek shtëpia ku jetuar provizorisht. Po, që shkojnë ka ndalesa, ka evenimente rrugës. Zonat më të bukura të Fishtës. Edhe pastaj shkohet tek shtëpia që ai ka jetuar. Por Dominic Ukgjini pretendon se plani fillestar ishte ndryshe dhe u modifikua në momentin e fundit duke përfunduar në një strukturë që ai e përshkroi si një tip bunkeri. Sa kam informacione, ishte një variant tjetër me parë, pastaj në momentin e fundit ka ndryshuar krejtësisht dhe u bë kjo çfarë ndodhi. Do thotë se këtu rrin grupet e interesit pas monumenteve të kulturës, që kjo është, po them për mua është një edhe digja shumë e rëndë, kur në emën të përfitimeve të disa biznesmenëve të ndryshëm, atëherë shkatërrohet monumenti që nuk mund të rikthehen më asnjëherë. Aty përfundoi një ndërtim paneli me tip bunkeri që për mua ishte një gjë e papranueshme, një gjë që unë nuk munda të mos reagoj, mos bëj, edhe kam bë statuse në rrjetet sociale. Pastaj kam shkruar dhe kryeministit duke i dërguar dhe fotografitë se çfarë ndodh këtu, sepse kjo është faktikisht është një talle me atë Gjergj Fishtën, ku dikush në përpasken tjetër, ndonjë interes shifet aty, gjaja në emën të Fishtës, duke rënuar themelet e një shtëpie, po themi historike të një personit i cili patësin s'mund të imagjinohet as kombë shqiptar, fundit pa Gjergj Fishtën. Qendra e re memoriale u ndërtua nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe kushtoi rreth 950.000 euro. Projekti parashikohej të ishte mbyllur në dhjetor të vitit 2023. Hapësira do të shërbejë si rezidencë artistike, sesione shkrimtarie dhe ekspozita të artistëve vendas dhe të huaj.